Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Por ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga ëmbëlsirat më të shëndetshme që do ju mbaj të ngopur gjatë për orë të tëra. Nuk ka as një gram sheqer të përpunuar dhe as një gram miell, por është mjaft e ëmbël. Fillojmë pa humbur kohë. Në tavën e pjekjes do shtojmë një banane, do ruajmë një pjesë për në fund, e shtypim me ndihmën e një piruni derisa të bëhet në formë pureje. Ja kështu si shihni në video. Pasi është gati, do shtojmë një vezë. Dua t'ju kujtoj se këto masat janë për një person. Nëse do përgatisni më shumë, mund të shtoni masat ose mund t'i përgatisni në tava të vogla si në rastin tim. Do shtojmë edhe 200 ml qumësht dhe masën do ta përziejmë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Do shtojmë 5 lugë tërshër, 5 lugë gjelle, 1 maj lugë çaji me pluhur fryrës dhe 1 gjysmë lugë çaji me kanellë. Nëse nuk e preferoni kanellën, mund të shtoni vanilje ose karafil pluhur sipas dëshirës suaj. Masën do ta përziejmë shumë mirë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Pasi e kemi përzier shumë mirë pjesën e bananës që e ruajtëm që në fillim të videos, do ta ndajmë në feta të holla dhe do ta vëmë mbi tavë duke shtuar edhe disa bajame. Unë kam zgjedhur bajamet si të preferuara tona, por mund të zgjidhni çfarëdo lloj fruti tjetër të preferuar. Dhe do ta pjekim në 200 gradë për rreth 30 minuta, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. E shoqërojmë me mjalt dhe bëhet vërtet shumë e mirë. Provojeni dhe shijojeni. Mos harroni nëse ju pëlqeu kjo video për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë vëmendjen që ju kushtoni recetave të mia. Do dëgjohemi përsëri në receta të tjera të thjeshta, të shijshme dhe mjaft të shëndetshme.